Protesta e sotme kombëtare e opozitës, protesta e 8 kombëtare e cila nis në orën 19 me mua në studio është antari kryesisë së Partisë Demokratike Grigel Smuçollari. Mirë se erdhët në studio, faleminderit që jeni me ne zoti Muçollari. Protesta e 8 kombëtare. Sërish rrëzimi i pushtetit, largimi i Edi Ramës, zgjedhje të lira dhe të ndershme, qeveri tranzicioni, janë këto kërkesat tuaja të cilat I keni përsëritur her pas here. Mirë se u gjeta herë, si fillim. Mirë se erdhe. Ka diçka tjetër në këtë protestë? Shiko, të gjitha kërkesat tona, janë pjesë e një kërkese të madhe. Të gjitha kërkesat lidhen domosdoshmërisht me njëra tjetrën. Dhe jo më kot ne po kërkojmë dorëheqje të kryeministrit, e cila lidhet me mënyrën se si po qeveriset vendi, mënyrën se si korrupsioni është bërë sistemik, është bërë pjesë e sistemit, pjesë thelbësore e sistemit, e cila në kohët e fundit ka reflektuar në jetën e përditshme të qytetarit. Dhe e gjitha kjo lidhet me ditën e zgjedhjeve, sepse për sa kohë ti nuk përballesh me zgjedhësin në mënyrë të drejtë, s'ke nevojë të përpiqesh për t'ia bërë jetën të themi me më shumë mirëqenie qytetarëve, që të marrësh vota, sepse ti votat I ke cikël të mbyllur. I kontrollon nëpërmjet patronazhistëve, I kontrollon nëpërmjet parave publike, I kontrollon nëpërmjet përdorimit të elemente të bandave të organizuar, që do të thotë që përsa kohë shteti është në funksion të partisë, nuk ka zgjedhje. Dhe përsa kohë nuk ka zgjedhje, nuk ka arsye pse një qeveri të qeverisë mirë. Dhe ky është një element shumë thelbësor sot për qytetarët shqiptar. Partia Demokratike ka kryer një sër protestash, është një stim protestash, është I detyrim moral I saj, e theksoj dhe e ritheksoj, është I detyrim moral dhe do të ishte shumë e trisht nëse Partia Demokratike nuk do të ngrinte zërin dhe nuk do të thëriste njerëzit në protesta pas një keq qeverisje dhe të themi raste të korrupsionit flagrant në qeverisjen e lartë. Dhe aq më tepër pas ndërhyrjes së ekzekutivit duke ndaluar nëpërmjet votave në parlament heqjen e imunitetit të një rasti flagrant korrupsioni ku drejtësia e proklamuar që duhet sillte drejtësi janë lidhur duart në një farë mënyre nëpërmjet votave në parlament. Tani Protesta e sotme ka një specifik po ta vinë edhe në retorikën politike të skenarin është I njëjtë orarit, paktën me protestën e kaluar përpara kryeministrisë, pritet diçka e re sot. Ajo diçka ndryshe paktën. Që duhet vënë re dhe vihet re në retorikën politike të gjithë drejtuesve të Partisë Demokratike, por dhe timën personale, është një ftesë e qytetarëve për të bashkuar në protestë dhe për të protestuar jo në emër të Partisë Demokratike. Thirrja këtë radhë nuk bëhet në emër të Partisë Demokratike. Pjesëmarrja në protestë nuk është domosdoshmërisht mbështetje ndaj një partie apo një tjetër. Ne sot po kërkojmë të ndryshojmë rregullat e sistemit, duke rivendosur një mënyrë tjetër të bërit politik, por edhe të garuarit në politik. Që do të thotë që kërkesa jonë për zgjedhje të lira të ndershme mund t'ju jap mundësi dhe shumë partive të tjera opozitare dhe partive të reja, sepse zgjedhje të lira dhe të ndershme përfiton shoqëria. Kërkesa jonë për mos ndryrjen e ekzekutivit në procese zgjedhore nëpërmjet përdorimit parave apo të gjitha këto që sapo thash dhe më përpara, është në funksion të shoqërisë. E kthen produktin direkt ke shoqëria, sepse I bën shumë të varur pikërisht pra politikanët apo nesër qeverin me qytetarin. Dhe protestat jo gjithmonë protestat kanë suksesin e dur në pjesëmarrje apo në formë reagimi, por janë të nevojshme, janë të domosdoshme. Në gjykimin tuaj kanë qenë të suksesshme protestat e fundit? Shiko, në gjykimin tim, stina e protestave është shumë e suksesshme. Që do të thotë, e parë në tërësi të gjitha protestat bashkë po ngren një frymë reagimi që shoqëria ka nevojë. Dhe sot shpresoj që në orën 19 qytetarët të vërshojnë në bulevard, si një formë për të reaguar dhe për të vendosur piknisjen të një rrugtimi tonë. Rrugtimi jonë është Bashkimi Evropian, por ne nuk mund të jemi kur qytetarë të Bashkimit Evropian nëse s'kemi të njëjtën forcë reagimi kur keq qeverisemi nëpërmjet protestave. Betemi dhe pak tek protesta e sotme të mënyrën se si pritet organizohet ajo, do të ketë, domethënë, nëse do ta krahasojmë me protestën e kaluar, pritet më shumë pjesëmarrje zoti Muçollari, është bërë një organizim ndryshe këtë herë edhe në rrethe për të sjellë edhe qytetarët. Unë mund t'ju them që në ndryshim nga herët e kaluara, shoh një angazhim më të madh të gjithë drejtuesve të Partisë Demokratike, të gjithë figurave publike, shoh një angazhim të madh edhe
edhe të strukturave të Partisë Demokratike, shoh qytetarë të shqetësuar dhe besoj që lajmi i protestës do të jetë pjesëmarrje masive. Patjetër që mund ketë dhe mesazhe politike, por që në fund fare le t'ja lëm surprizë orës 19:00 se çfarë do ndodh në protestë, kështu që ajo që unë dua të theksoj dhe ritheksoj është domosdoshmëri, pjesëmarrje masive e çdo qytetari, madje dhe unë personalisht do të marr dhe fëmijët në protestë, pasi në fund ditës mendoj që gjë më e mirë që ne mund të bëjmë si qytetarë të Tiranës, si qytetarë të Bashkimit Evropian. E qetë atëre, paqësore. Ajo nuk vendoset nga ne. Unë kam qenë në disa do ketë përplasje të dhunshme. Ja, më lejo ta them. Në disa protesta radhazi, unë kam pasur djalin me vete, kur ndërkohë ka patur direkt një sulm të policisë shtetit ndaj liderit të opozitës dhe ndaj gjithë qytetarëve atje. Kështu që kjo ngelet për të parë, unë mendoj që qytetarët duhet lënë të lirë të protestojnë. Her pas here mund të shprehin edhe më shumë apo atë indinjatën e tyre, dhe mund të shprehin dhe me forma ndryshme, po nuk ka arsye pse të përdoret dhunë nga ana e policisë. Nuk ka arsye për sa kohë nuk rrezikohet jeta e punonjësve të policisë. Policia në protestën e fundit tha se u kapën në flagrancë disa shtetas të cilët dispononin me vete disa mjete të palishme. Dhe disa prej tyre janë ndaluar zoti Munçollari dhe disa prej tyre janë në burg. Shiko, në protestën e fundit policia reagoi gati pa mbyllur fjalimin lideri i opozitës. Dhe ka 2-3 protesta radhazi ku policia ka një përqasje të ndryshme nga herët e tjera, shumë të dhunshme. Te ke fundit ishte një qasje tjetër, ai sa ka qenë përshkallëzuese. Pati arrestime dhe jo vetëm ajo, është mënyra dhe se si u ataku me qytetarë dhe jo vetëm aq, po edhe me përfaqësuesit politik, edhe me njerëzit publik. E pat që kishte, me lejoni të them diçka, një detaj që ju duhet ta dini. Vazhdimisht thoni që policia është e dhunshme. Domethënë ju qëndroni në këmbë pa bërë asgjë dhe policia ju sulmon? Shiko. Çfarë ndodh? Çfarë funksioni ka policia? Ja pra, këtë po përpiqem të them. Që ta kuptojmë ne. Funksioni i një policie moderne, një policie në vendet perëndimore është të garantoj që nuk i ndodh gjë as protestuesve, po nuk i ndodh gjë të themi as punonjësve të policisë. Dhe po të vini re në shumë protesta në vendet e Bashkimit Evropian, policia triqet në momentin që qytetarët kanë një ndinjat për të shfryrë një farë. Se në fund ditës aty është thjesht i godin dhe janë gur dhe tulla. Dhe nuk është institucioni me punonjësit brenda në orarin që ndodh, nuk vjet në rrezik jeta ndonjë punonjësi të kryeministrisë, nuk vjet në rrezik jeta ndonjë punonjësi të policisë. Kështu që çfarë do ndodhte dhe pse është kaq e çuditshme që ti lejosh qytetarët të shprehin në mënyrën e tyre indinjatën ndaj keqeverisjes, indinjatën ndaj çmimeve të lartë të produkteve bazë, indinjatën ndaj çmimeve të lartë të naftës, indinjatën ndaj sigurisë ushqimore, indinjatën ndaj pasigurisë në rrugët e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Ti duhet ta lejosh i popullit të protestojë. Dhe kjo është një përqasje. Fakti që policia fakti që policia po hidhen fishek zjarri, hidhen bomba molotov. Më dëgjoj pak. Asnjë gjë të keqe s'ka. Ja, të themi udh, po hidhet drejt i godinës, drejt i guri. Nuk ke arsye ti të vesh në rrezik jetën e qytetarëve dhe të shkaktosh një përplasje. Nuk ke arsye të shkaktosh përplasjen mes punonjësve të policisë dhe qytetarëve. Nuk ka arsye të vesh në rrezik jetën e punonjësve policisë dhe jetën e qytetarëve të cilët janë në protestë. Nëse do të kishte një polici profesionale dhe një strukturë që cilën do e drejtonte ata punonjës të policisë. Çfarë ka ndodhur herë të tjera? Çfarë duhet bëjë domethënë një polici profesionale? Po pse? Duhet të tërhiqet. Po pse? Kaq e çuditshme është? Nuk vendoset në rrezik askush. Lejo të ndodh protestën, filmo, dokumento, ndore ke pas protestës, po patjetër ndore ke pas protestës, dikur që kryen një akt në të fortë të kundërshtim me ligjin, të shkosh në shtëpi të arrestosh. Pse ti duhet të reagosh dhunshëm me forcave speciale nëpërmjet përdorimit të lëndëve shumë të rrezikshme. Në fundit lëndët kimike që u përdorën, sidomos spray, ishte shumë i rrezikshëm, ishte shumë i dëmshëm për shëndetin e njeriu. Përse duhet ta bësh këtë gjë? Atëherë, këtu më lind të mendoj
qeveria dhe vetë Rama është në panik, nuk do të lejoj të ndodhin protestat, pasi nëse e lejon, ka frikën që qytetarët e Tiranës do të fillojnë ta kenë mod historinë të protestuarit dhe pa diskutim që nëse qytetarët e Tiranës do të dalin në shesh dhe do të vazhdojnë të protestojnë, edhe kohëzgjatja e kryeministrit në detyrë nuk do të jetë e gjatë. Kështu që le ta shohim historinë se si është. Kemi një realitet që nuk na përket më. Kemi një realitet ku ne jemi të detyruar të bashkëjetojmë me korrupsionin galopant në mes qeverisë. Kemi një realitet ku nuk jemi më të sigurt për fëmijët tonë të cilë luajnë poshtë pallateve. Kemi një realitet ku nuk kemi siguri financiare për askënd sot. Jo për të themi për shtresën e varfër, por as për shtresën e mesme. Ky është një realitet, ky duhet ndryshoj. Atëherë apo flasim ne, po dëgjoja sot parlamentin, apo diskutojmë ne për Shqipëria në Bashkimin Evropian. Çdo të thotë Shqipëri në Bashkimin Evropian. Të ndryshojmë pra këtë elementin, këtë mënyrën se si funksionon mes politikanit dhe qytetarit, mes pushtetit ushtruesit dhe qytetarit. Dhe nëse ne nuk e rivendosim dhe e vendosim institucionin e protestës si një formë më të mirë reagimi, ku e përballim me llogaridhënie pushtetarin, atëherë kam përshtypjen që shoqëria jonë nuk do të jetë më një shoqëri e mirëpritur në Bashkimin Evropian. Në konferencën për shtyp një ditë më parë, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Hita, e bëri të qartë e paralajmëroi nëse do të ketë veprime të palishme, ne do të kundërpërgjigjemi. Që do të përgjigjja e policisë mund të jetë e njëjtë si në protestën e kaluar. Atëherë mund t'ju them diçka se ka 2-3 protesta radhëzi ku një nga makinat me ujë, me ato topat e ujit, drejtohet dhe vendoset që në fillim ke foltorja kur flet lideri i opozitës. Është e vendosur dhe në momentin që jepet sinjali, gjëja e parë që bëhet goditet lideri i opozitës. Çfarë pretendon drejtori i policisë, që nuk do të ketë një reagim nëse ata bëjnë këtë gjë? Patjetër që ka një reagim. Në fund ditës ata qytetarë kanë dalë të protestojnë kundër kësaj qeverie. Dhe për sa kohë ti i provokon, për sa kohë ti tenton të ushtrosh dhunë ndaj qytetarëve, por dhe mbi të gjitha ndaj liderit të opozitës, është goditur zoti Berisha dhe më pas ka reaguar protestant. Shiko, aty është një rrëmuj shumë e madhe që ndodh dhe unë mund t'ja u them këtë me siguri të plotë. Çështja është që në protestat e fundit ka një përqasje për të reaguar dhunshëm dhe janë të vendosur dhe në mënyrën se si pozicionohen, janë të vendosur në mënyrë të tillë që të reagojnë dhunshëm dhe fort. Dhe duke dhunuar qytetarët, deputetët dhe çdo që gjejnë, gazetarët, çdo që gjejnë. Kjo nuk mund të jetë një përqasje normale. Njerëzit nuk mund të kenë frikë të protestojnë. Protesta është pjesë baze e një shoqërie demokratike, e një republike parlamentare, e një vendi që do të aderojë në Bashkimin Evropian. Kështu që ne duhet t'i ngrem disa pyetje vetes her pas here. Protesta ka nevojë të mbështetet nga qytetarët. Protesta ka nevojë të mbështetet nga cilido që mendon që ky institucion duhet të ringrihet. Pavarësisht se nëse mbështesin një parti apo një parti tjetër. Ne sot kemi shumë arsye për të protestuar dhe qytetarët e dinë. Patjetër. Qeveria sot po sillet në mënyrë autoritare, flagrante dhe po i trajton qytetarët si mish për top. Shikoni se çfarë ndodh me çmimin e naftës. As atë diferencën e të ardhurave që siguron ngritja e çmimit vetë qeveria, që mund t'ia kthente qytetarët, mund t'ia ulte në çmimin e naftës, nuk po e bën. Po i trajton si disa ose po e trajtojnë veten si një fajdexhi ku i jep disa para në një farë mënyre, të themi atij që ka nevojë, që është qytetari, dhe kënaqet ditën që ai se plotson dot, që ti marr gjithçka. Mirë, zoti Muçollari, pafund probleme ka, fermerët, çmimi i naftës, siguria në rrugë, për fëmijët, arsimi, shëndetësia e shumë të tjera, por është dhe një perceptim e cila, le të themi, flet për mosbesimin që kanë qytetarët shqiptarë, që me sa duket nuk është vetëm faji i Partisë Demokratike, po i politikës shqiptare, që shqiptarët e kanë humbur besimin te politika. Dhe ky është një perceptim jo i pabazuar, kjo vërtetohet edhe në sondazhe. Shqiptarët sot më shumë besojnë drejtësinë, spakun le të themi, sesa politikanët. Kështu që si përgjigjeni ose më saktë atyre të cilët janë skeptik, ata të cilët e kritikojnë Partinë Demokratike, që po ka vërtet shumë probleme, po sërish Partia Demokratike nuk i nxit qytetarët, nuk i motivon të protestojnë, nuk motivon fermerët, familjarët, studentët, le të themi, e shumë kategori të ndryshme. Në fakt nuk është fiks shumë, po patjetër që
politika dhe konkretisht partia... Nuk dalin në protest. Po, këtë drejt, po thjesht më lejo të them. Politika dhe aq më shumë Partia Demokratike si partia më e madhe opozitare, si opozita e vendit, patjetër që ka përgjegjësinë për të rikthyer institucionin e besimit ke politika. Aq më shumë institucionin e besimit tek opozita. Dhe patjetër që duhet bëjmë shumë dhe duhet gjejmë edhe ku kemi gabuar dhe çfarë duhet bëjmë mirë në mënyrë që të kemi mundësi të rikthejmë. Por po ta shikosh në vetvete dhe po të krahasosh të gjitha, të themi, instrumentat e një shoqërie që mundet të protestoj, prap dalim konkluzionin që Partinë Demokratike e besojnë më shumë se çdo instrument tjetër, pasi protestat e Partisë Demokratike janë protestat të madh në numër dhe të pakrahasueshme me asnjë instrument tjetër shoqërisë që mund të organizonte një protestë. Kështu që edhe patjetër që kemi nevojë të kemi më shumë mbështetje, të ndryshojmë mes vetes, të gjejmë forma për të korrigjuar gabimet. Me solucion tjetër e krahasoni, po thoni? Më thoni me sindikatat. Ka sot një protestë sindikata me shoqërinë civile. Ke sot ti protestat të tjera të suksesshme të shoqërisë civile? Nuk ke. Tu s'ka sindikata fare, ne po themi që s'ka. Me shoqërinë civile. Me parti. Edhe studentët kanë organizuar protestat. Po pra. Dhe konsiderojnë si protestat më madhështore, më të besueshme dhe më të bukura që janë organizuar ndonjëherë. Okej, do qofse i vendosin tone poetike patjetër, por nëse flasim për numra dhe për mbështetje, është tjetër diskutim. Ka qenë një protestë e madhe apo për armët kimike në 2019. Nuk është organizuar nga partitë. Unë kam qenë në të gjitha ato protestat. E kupton? Dhe po të them që nëse do flasim për mbështetjen që jepet për protestat, sot qytetarët shqiptar prap kanë zgjedhur që nëse bëhet fjalë për protestë, të jenë më të shumë në numër dhe të mbështesin Partinë Demokratike. Kjo krahasuar dhe me partitë e tjera opozitare, po patjetër dhe me lëvizjet e caktuar. Unë doja të ishte ndryshe. Doja që të kishte mundësi që studentët të kishin protesta shumë më të mëdha se sa partitë politike. Doja që fermerët të kishin protesta shumë më të mëdha se sa partitë politike. Ama ky është realiteti. Dhe realiteti duhet ta themi siç është. Partia Demokratike ka nevojë të jetë edhe më e besueshme, ka nevojë të gjejë formën për të komunikuar me publikun dhe patjetër të zgjojë ndjenjen qytetare për të protestuar, por kjo nuk bëhet duke ndenur në shtëpi. Kjo bëhet duke protestuar dhe duke u korrigjuar në vetvete. Por për diçka duhet të jemi të sinqertë dhe të vërtetë. Organizuar takime të tilla zoti Muçollari me fermerët, me studentët, të shkoni studentëve. Patjetër, kemi aty ku ata janë i protestoni me ne, situata është sidomos në këto 2 javë të fundit, kemi patur një aktivitet të mirëfillt politik nga gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike dhe ndërkohë kemi pas diskutime, tavolina me grupe interesi, duke filluar nga fermerët tek pensionistët, me të rinjt, me studentët, ka akoma punë për të bërë dhe besoj që projekti Partisë Demokratike është pikërisht ky, është mënyra se si do të angazhoj grupet e interesit, mënyra se si do të bashkëveproj me grupet e interesit dhe patjetër mënyra se si do të përqaset publikut për të qenë një alternativë fituese dhe patjetër që kanë qenë takime të vazhdueshme, po së fundmi janë intensifikuar. Janë takime të vazhdueshme, ka një intensifikim të takimeve dhe në projektin e ardhshëm të Partisë Demokratike pas kuvendit do të jenë takime të përhershme dhe shumë të intensifikuar. Të këto që u përmendët, me këto takime që keni zhvilluar patjetër grupet interesit, duhet të jemi realist, patjetër që gjen her pas here element që kanë mosbesim, por mos harrojmë, po jetojmë një realitet ku ajo që është mbjell, ajo do të korret, kështu që për sa kohë është defaktorizuar institucioni i protestës, për sa kohë vetë opozita ka pasur dhe probleme mes vetes, po ndërkohë edhe të sponsorizuar dhe në leverdi të majorancës, nuk ka qenë e thjeshtë për një opozitë që të rrimë këmbët. Ama sot ne ja dalim prap pas zgjedhjeve të manipuluar ose ku është deformuar vullneti zgjedhor, kjo të gjetura dhe në raportin e SBE-Odirit, pas përdorimit të çdo lloj instrumenti shtetëror për ta zotruar, për ta përçar opozitën, ne sot prap ndodhemi me një opozitë ku Partia Demokratike vetëm zgjedhjet e fundit ka qenë nivel mbi 30%. Kështu që sido që të jetë, ne kemi ruajtur bërthamën e një opozite, e një forcë politike e cila është shumë e nevojshme për vendin. Patjetër që në hapin e radhës do na duhet të bashkojmë opozitën, do na duhet të dalim në një front opozitar, në gjitha partitë opozitare, dhe patjetër që hapi i radhës është fitoria e zgjedhjeve dhe një qeveri ku
ku të ndryshojnë të gjitha balancat në mënyrën se si është formuar ky vend. Edhe një pyetje fundit. Para 23 majit, Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike, nuk i fitoi zgjedhjet e 8 majit, njëjtë do ndodhë edhe pas 23 majit, kur zoti Berisha rikonfirmohet si kryetar. Çfarë pritet të ndodhë? Zoti Berisha merr përgjegjësinë dhe ne patjetër do ta bëj fituese zoti Berisha Partinë Demokratike? Do e dëgjojmë në kuvend dhe për këtë duhet të dëgjojmë zoti Berishën se çfarë më përsipër, por unë besoj shumë që platforma e zoti Berishës është bashkimi i opozitës dhe përgatitja për fitoren e zgjedhjeve, duke filluar nga zgjedhjet lokale dhe mëtej zgjerimin e aksionit opozitar, por edhe të përmbajtjes, duke filluar takime me grupe interesit, takime në terren. Çfarë ndryshon? Një opozitë sot që të flasim ne, sot të bëjnë zgjedhjet, një opozitë e bashkuar fiton zgjedhjet. Në kabinën absolute. I njëjti kryetar. Çfarë ndryshon? I njëjti kryetar në krye është zoti Berisha. Ka kondita të ndryshme. Nëse në mandatin e parë një vit ka qenë në izolim, sot nuk është në izolim. Apo jo? Nëse në mandatin e parë akoma kemi patur përqasjet dhe përplasjet brenda vetes me grupime të forta, sot nuk është kjo histori. Nëse në mandatin e parë na u desh të luftonim për të marrë siglën, sot e kemi, që do thotë konditat janë të ndryshme. Dhe ne duhet ta vendosim njeriu përpara përgjegjësisë, duke parë dhe konditat. Pastaj, në fund ditës, në Partinë Demokratike vendos vota. Dhe për sa kohë Sali Berisha kandidon, unë kam bindjen absolute që ai fiton, sepse antarët e Partisë Demokratike besojnë më shumë se sa ke Berisha, se sa te askush tjetër. Dhe kjo është demokracia në fund ditës. Tani ngelet në dorë të doktor Berishës dhe të kryetarit të ardhshëm, mënyrën se si do të çojë Partinë Demokratike dhe gjithë opozitën drejt fitores. Ju falenderoj shumë zoti Moçollari. Faleminderit juve për ftesën. Ecim me disa lajme nga bota. Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë